O, Jul, hajde të gjërëm të që ka ndalume. Fix për ne, o zemra. Fix. Është ndaluar aty. Pa ega, kush po pyet ty, Shqipet e marra. Faktana ligjet, s'um kapi, Fare. Pa ega, kush po pyet ty. Bëjmë buqet të bukur bari. Okej, Mora këtë boçën unë. Gjatë do me blej bar? Gjatë do me blej gram bar? Gota si jeni, a do një bar? Është e ligjshme. Ja sot. Okej. Nesër një të orë këtu. Policia shumë afër nesh. Nuk kam për të na kap. Fuck the police. Që i bari në zemra si vjera. Ato se din që ne kemi bar. Gosa do blesh bar? Se pika barin. Si a do blesh bar? Gjëti do bar? Asa unë? Ma më shkel. Shkel po ta majtë, më shkel. Qanë që shoje? O, sa crazy jemi. O, sa të fort jemi, Zemra, rrofë që gjatë që kejnë Që, dëshme na shkel, po se ecën do të pakalu në jemi të fort kema fare. bjerë, O, zemra sa bilbilin, E pe nëse policin si aty, e pe? Sta tha si gjanë, e kalojmë i tym rregullat gjitha, a polic? Po jo, pra nuk e bë, jo, s'na çmenda. Po seriozisht e ka? Po jo, zemra çfarë tu se nuk ka kuptim ajo gjë tash. Ka pali. Fred! Ka pali. Fred! Wow. Sa nonchalant janë. Ju lutem mos shkelni barin. Kush po e pyet. E shkelëm barin. Hajde na arrestoni. Kur ta na Pjaragon. A i shoferti? Po, Okej, po të flas. Si ke qenë? si fol shoferit. O Jul, mos i fol shoferit e çmen me, o budallë mos i ngatro. Ura tabakve, a ka tabak jo ura? Qa, është shumë prej letre? Po, është se nuk folet shoferit. Nuk punoj dot shoferit. Atë thash që nuk i folet shoferit o Jul. Ua se çmen mi je ciao. A si flas për ti tash? O Jul, ku e te çu makinën moj? O kriminele çmen me. Thot mos bllokoni portën, thot o Jul. O zemra, nuk pys për ligjun, qa thu qa portë, qa janë portë, o zemra. Je shumë crazy, mos ja bloko portën, o Jul, se nuk lejohet me parku aty. Qa është kjo biçim You portë? can't park there, Juli. Ua, blokoj portën për zotin. Iku porta, o zemra, mua, Ua, sa mute kishi, dera ja kam është e qu. paligjshme, nuk Mute dera lejohet. ja kam qu. O zemra, kam bloku fix to, jam okej. Gango, ligjet, aje gango jena gango, vetë për a? ty ligje jena. Shqipet e mara, ju tham. O, se lejo ka cigajas me xhiru këtu, ose majde. Hajde, xhirojmë në pim cigare. A jena kriminela, jo. Zemra, A jena këtu për ty ligjin, Po ti apo që jo? do pish? Cigare. Kam puro. Hej, rezik, shë. I se kam. Po nuk lejohet pra. Dini për jashtë. Kush nuk lejohet? Nuk lejohet cigarja? Për jashtë. Kush orë dakor Për jarë? jashtë. Lutem tani mos ta bëj të madhe, për jashtë. Qa do bësh? Të thrashësh policin? Në spysim për polici. Lutem. Se janë rregulla, nuk lejohet cigare në ambientin. Spysim për policine, a Jull? Po, zemra, Tregoja dalim. venin. A jena këtu për ty ligjit apo jo? A ka shtetu? Do shkrym në një gjatë rrezikshme, Jull, në një gjatë rrezikshme që na arrestoi policia, e pra në një gjatë që... Mendo pa lidhje, mendo. Në një gjatë kështu idiote pa lidhje që na arrestoi, në një gjatë keqe fare. Wow, E kemi. fix. Dhe E ma rrezikshme, art. Artemisa pra. Kam për të na arrestu tash i hajde. Hajde. Thej moj!
Ndalohet futja kafshëve, thotë Jol. Hajde hym pra. Mos i prek kafshët. Shumë vonë. Sa po I preku, jemi të çmen. Mos prek gardën, që të na bësh? Policia ku jeni? Security, hajde na kapni. Nuk na bëni do gjë. Kujdes mos u sheh kafshët, kush pyet. Hau zemra këto. Duhet të shihni dhe jo. E paci thym të rregulla, lema rregulla tjera. Policia shtetit të reagon. Por, ka një rregull që ne do të themi që të mondajisht të shajmë kolegët tanë këtu. Pikërisht, sot ka kemi marrë What the Fun dhe emisionin e ri Chat Roomin. Një telefonat anonim. Qa ndodhi aty? Ta fusin në kështu. Njerëzit kanë fantazitë të çmendura seksuale. E thot Kostiani, fantazitë të çmendura seksuale, bodrumi is calling. Shkallët të thonë gjithë fjalla shkallë. Çaj është ky më çaj. Çaj. Çaj mali më nëna ime, Çaj mali? që ne të merremi me thashë themet e dynjas. Po, ke qaj bleri kur doni që ndroni të qetë, ka më mil për... Unë që s'merre me lafe piperher shafran, a kupton? Se ka shumë lidhje çaj që po pime, tash të themi që do themi. Para se të qaj këta pishe rebel. Përpara se ne të kalojmë dhe të lexojmë disa nga këto mesazhe të cilat janë totalisht anonime, unë dua t'ju them që Totalisht janë shkruar nga ne të tre. Janë totalisht anonime, na besoni. Nuk I kemi shkruar të fare, misi s'është marrë fare me këto punë. Historia e parë ka ardhur për një reper shumë të njohur. Përshëndetje njerëz. Atëherë urime për emisionin që vazhdoni dhe në çdo episod bëhet më interesant. Reperi njohur, po. Super histori reperi. Super prekse. Kam histori super prekse, what the fuck, Ju dua my favorite shumë. sona andale. What a historia të mirë se pas ka ky reperi. Thotë që kam patur marrëdhënie seksuale me të, I cili kishte një fetish për këmbët, por në marrëdhënie ishte goxha I egër. Fetish për këmbët për gjithë ju që se kuptoni. Ka lidhje me këmbët për ju që nuk e Për që dini. nuk e dini fitish për këmbën ka lidhje me këmbët, se si këmbët kështu. Po me. Ato fol për ty aty më duket. Shumë I Tash egër mos tha. ja thuj. Tas ka qenë sekreti jot. Mos më tregoni këmbë, mu Marceli shi këmbën nga të. Unë për një mbulova sot. Është kështu disgusting se s'du të bëhem anglisht folse si kolegu përballë, po janë ca fjalë që shqip O zemra janë ca fjalë shqip Artemisa. që janë shumë është shumë disgusting o zemra kur I thu. Artemisa është kur e thu kështu është. Si ka thënë disgusting. Disgusting. mbase I ka thënë më përpara që të lutem shkoj çik mbanjo, laj çik këmbën. U them të ndrojmë temë se muhabeti ama se jemi dhe pa ngrënë. Ama se s'kam grëm këmbë sot tot Kostiani, ama se jemi pa ngrëm. Ama mos ta folni për këmbë, ama se më shko reksi më bëhet. O zoti I madh. Nuk vin këmbët me delivery. Është një histori shumë tronditse, të cilën unë do jem shumë I kujdesshëm se si do e lexoj Sepse mund ta tallojnë ke skam. Ne shumë I kujdes Do jem kujdesshëm që të lexuar mirë, se do tallet. se nuk kam për të kuptuar. Hey andale, historia ime është me një nga moderatorët në Top Channel. Atëherë, ai është gay. Kush nga ta zot më fal. Qa historie. Kur flitet për moderatorët e Top Channel nuk mendoj asgjë përveç se mund të jenë gay, nuk ka shans. Nëse na falni. Ky ka trashtuar Bashkëshortë. personin që është në martesë. Gruaja është fjala që po kërkon. Personi që ka lidhur për betimet e saj dhe do Që jenë kanë bazë firmosur dhe ndihmon Kostani thot bashkëshortja. Jo thot mishi. Më pas ka trashtuar personin që e ka të dashur. Wow, double. Pra janë tre double Homophob. homo sapiens. Double homolog. ka Ndoshta njerëz të rishin nga që opinioni. mashtrimin e kanë sëmundje. Zemra vuj nga gënjeshtra. Ose ma unë jam diagnostifikuar së fumi me mashtromokus kardiovaskular. Dilja një periudhë kohe me filanin, I cili është një ish banor I Big Brother. S'ka pas banor me emrin Filani. Merrni një informata, nuk ka pas asnjë lloj edicioni me emrin Filan. Qëtësoni, mos u mekni. Derisa kuptova që ai flirtonte paralelisht me një çun.
dhe me alamet shuni. Sa mirë një ka fatosi. Fatosi pas ka qenë vetë, alamet shuni. Dhe alamet shuni, sa i mirë jam thot. Ka ndalë zëra, por që zërat nuk janë konfirmuar asnjëherë. Si më duket kur thonë zërat shosur, kanë zëra kështu në kokë, zëra tonë që është e vërtet. Shive që është moderatori. Ja, pushoni. Ky nuk është rapi, ai është tash single. Është i martuar. Ky me? Është i martuar. Ky filani fisteku Y. Qeni të wallpaperin. Ky është i martuar, sheni me Artemisës në wallpaper. Ky filani fisteku, disa ka shku ky është gay. Ky këngëtari mbahet si martuar, thot. O zemra, kam gjuhë që mbahet goxha kështu si martuar. Ka fjalë që është i lind. O zemra, më duket janë hap llafe që mbahet si fejuar. Bëra foto me disa të andales tek Deli Orgji dhe kur i fola fatosit, ai s'foli dhe s'bëra foto. Gjithë histori tu gay moderatori, ky tjetri ka trastu grun. Si ta fus sot fatosi vetën ke kjo? Po e që po bëj jasmje question për vetën time. Nuk bëri foto me mua. Unë bëj foto me gjithë. Sa çlidhje ka me gjithë të nuk e di të me thënë. Ka menduar, po flasim shumë për tjerë si mund ta bëj për vete. Si mund ta bëj për vete? Dhe fakti që ka detyru Kostin me Misit të diskutojnë për të. Kostian, bëj disclaimerin tënd shpirt se Po tani ne tham që edhe unë vet jam skeptik sepse ne nuk e dim se sa e vërtet është. Çdo episod Po i ja, shkretë. çdo episod ja lën Kostianit që tonë për shembull. Shiko se ne distancohemi nga kjo që po themi, okay? Ndoshta mos ta hedhni në gjyq. Edhe gjithmonë e ka thënë 4 herë këtë gjë. 4 herë e ka thënë. Se në fund reklamave të ilaçeve. Po. Ky episod është bazuar vetëm në imagjinatën tonë. Por që ne jemi këtu dhe do jemi si çdo javë për të komentuar Ajkën dhe ato që është në... Po me Kostan e Gjencilës ç'a keni? Ishte skena e fundit të WTF-s, tani kemi debatin, ku prap protagonist janë WTF-ja. Ke Misin, ke Fatosin. Mos ja vëre ati që është në ekran. Misi, Fatosin dhe Kostin. Shkollën e la. Ka sjere po e po, që gjithë e dim që nuk paguhet shumë. Kupto, familje s'ka për të një muaj, kupto, as bebin e vetë s'ka për ta marrë. Kupto, tani, me e parë së shumë gjë. Ku jeti, fiks? Si ku e një vetë, si ku e kur shërirë ti. Ajo një lishat za me dëshirën e vetë. Po ti, ajo është patarme, pa familje, ajo nuk di. Babi ka vdek, mami. Për një vit me tjetër me birën e botës, dukshëm do mi unë gjithë, kështu që familjarët kanë shumë të drejtë. Jo, një sekondë pasi nuk e mbarova. Kush ka ujtë ty dhe Jason aty? Koncepti këtu është që janë dy divane ku janë pro dhe kundër, kupton? Jesi është nga divanim. Është kundër aty. Jesi çfarë po thot? Si jam fare me Desin këtu. Unë jam komplet botë tjetër. Si e kemi Ardi? Ardi. Ardi këtu nuk merr asnjë lloj përgjegjësie. Domethënë gjithë përgjegjësia shkon te prindrit. Paguam për abortin. Një sekond, ta marrojt. Marrin abort me Klerin. Ta paguaj me këste. Jo, nuk arrin dot të marrë një hap pa familjen e vet. Është me një karsier. Jo po proces po gjë. Është lidhur me një karsier. Kemi pyetje që do ta nis me Julin. A kanë vërtet merak ose frikë prindrit shqiptar nga dështimet e fëmijëve të tyre apo mos e shumë të shqetësohen nga gjykimet e shoqërisë? O zot kam 3 orë me gishtin lartë që du më e fol, fillon. Moti në Honolulu është përkeqësuar shumë kohë të fundit dhe parashikimet Juli si mendon? Folen të gjithë përveç se Juli, po Juli do të thonë një pyetje që s'ka fare lidhje me temën. Juli. Flasëm për njëri që po punon dhe po përpiqet që të vazhdoj shkollën dhe edhe Desi dhe Jesi kanë ndërprerë studimet për momentin. Gjë që tregon shumë për ta. Të televizore para punës. Jemi kolegë të ma bërë këtë në emision. Ku e ke diplomë? Ta varë këtu mrapa për studion. Ska një sekundë, e kam shumë shkurtër. E kam shkurtër. E dim. E kam shumë shkurtër unë. Okej? Fakte po flisja. Sa është e Kosti, e kam shumë shkurtër, të lutem. Unë di histori plot që kanë qenë 10 vjet me dikë dhe më mbrapa janë ndarë të katëshorë dikë për 2 ditë. Pra e kanë ditë për 2 ditë që e ka qenë njeriu duhur një. 2 ditë tani. Zakonisht është 9 muaj, por 2 ditë bën kalamaj. 2 ditë do të ema, për të fituar argumentit, për 2 ditë bën kalamaj. Por çfarë duhet të jesh me shkollë për të gjetur njeriu e duhur? Nuk është dashuria kërkon diplomë. Dashuria kërkon kur ti lidh kimi me Po vatose. Se ka trauma
fëmijërie që ne nuk i kemi diskutuar kurrë me partnerat tanë. Partnerat, disa. Disa Unë për shumë me gjithë partnerat që kam, për shumë si kam trajtu fare trauma që kam. Unë vetëm e njërin nga ata të 7. Jo, nuk të siguron martesa. U martu dhe Cristiano Ronaldo me Georginën Lema. Po nuk të siguron. Po se përmeni, çik është ta me treshi Georgina. Georgina, ke gosti Georgina këtu, Georgina, ka mundsi? Ball. Unë shoh që si kishte emrin? Erdi është gati për marrë. Atë që thon këto të dy i bie që si kishte emrin? Ardi. Edhe prindrit e këtij si e kishin emrin? Gota si kishte emrin? Vetë çdo histori, më fal, si kishte emrin kë? Po kjo si kishte emrin. Ke fare siguri. Zihesh me burrin ti. Gjulti burrin ty. Bashkëtes, ku do ti drejtosh? Ti sa bësh më kjo Eva, dhe fakti që po na drejtohet mu fatosit të Florit. Gjyti burri ty, trafi burri ty. Okej? Jam edhe unë po shpirtërisht nuk jam aty. Ajo vua nga validimi. Këto së mundje do zemra mashtrimi, vua nga validimi tani, validation. Validrestropouris. E ke parë Fatos me radhë, lutem. Për ato është një influencer nga jashtë, është Louise Lart. Çfarë ka ajo? Wizard Liz. Ose më është ajo, Luciana Hoxha. ose më është ajo influencer që merret me femra, Louise. Illa. Ajo fikse është. Fati që jeni moti Wizard Liz. Ajo ma ha fik. Luisa Giga. Luisa Giga, ajo super influencer ja. Duke qenë se influencer më bërë lloj-lloj, dhe tash ishi shuro boliçi me një çofi tash ato. Është në hapësira gjithëve me sa duket, Missy, Jaycee. Influencer janë bërë lloj jol. Është fatosja të safara. Pastrimi më i mirë i fytyrës. Ka qenë një lojë që e vërtet nuk ka të bëjë shumë me influencerat, po që u influencuan shumë fëmijë derisa përfunduan në kategorinë. Figurisht parë zot, po flisë për balenën blogu, po E di, po. Dilin influencer atëherë dhe ja bëni gati me mua të luajmë balenën blog. Hajde hidhemi nga 15 kaçi, jeni gati? Jam dakord me Desin dhe Florin që thotë që ato kanë tru vetë doktori, po njerëzit nuk kanë për shpejt që shohin Elën në Instagram. Në fokuson atë. E kupton ti thotë që gjas me njerëzit kur kanë bebi me 39 temperaturë, luksh, a zema desa çka ke spitali, unë ka vdek. Po shoh Elionën në Instagram, marrë punë. Çfarë Eliona, ashtu nga shuru mami më e vogël. Po kisha Ikte pse Elion. Shifte, si të shpëtojmë Julin. Si të shpëtoj bebin tim nga mbytja. Një sekondë. Edukoni aq shumë ju lutem sa që mos e hani mën për mjalt, sepse çdo kush do dali të thotë Sapunin për djathtë, po. Ko si shket, Mart, që drejshin e ka marrë në emision. Sapuni për djathtë është shpeja që dohet përdori Artemisa. Jo, mizu, jo! Motin për mjalt! Ja, më dhe gojen! Mos e hani motin për mjalt! Ngjoni mu, edukoni, t'ju vizdar! Hajde shpejt e studio live. Ja, da e bëjmë këtu. O do i thym këtë rregullat sot, hiç! Ska. Tash jemi shipe të marra. Ja, Hajde të fillojmë zemra. sot regjisor, të lutem. Dje u mbajt ceremonia madhështore e Scandal Awards, ku jo të gjithë erdhën të përgatitur, por të gjithë erdhën të nominuar. Do e nisim Artemisën, e cila fitoi çmimin e madh të mbijetesës. Nëse po tentoni të gjeni fillimet e saj, do e keni vërtet të vështirë, pasi fillimet e saj nuk kanë qenë një karrierë, por një lojë nervash me plot 6 periudha ku ajo ka qenë gati për të pushuar. Artemisa është bërë aq WTF sa qëndron në zyrë si një sy të hapur për stafin drejtues, ndërkohë Kostiani dhe Fatosi bëjnë si hir me bastet gati. Madje thuhet se Fatosi është bërë si ata trajnerë që mbajnë një aktor rezervë testole. Gjithmonë gati për ta futur në lojë, sa pa Artemisa të bëjë hapjen e gabuar drejt largimit të radhës. Por ajo si gjithmonë gjen një mënyrë për të mos dalë nga fusha. Situata është bërë kaotike tek sektori i fansave të Kleas pas fitores së saj të çmimit Gjumi i Art. Rebelimi i fansave të Benardit ishte i pritshëm, por le të jemi të sinqert. Benardi ishte aq i zënë duke rrahur vezet për suflen e radhës, sa që harroi të bënte fushat. Bena. Nëse jeni një fans që po vini me lulen e dorë dhe shpresën zemër, bëni mirë të ndërroni orën, sepse Klea shet diellin si një dritë shqetësuese që i prish ratin. Sugjerimi ynë është të vinë në orën 12 të natës, kohë kur Klea mendon se bota meriton ta shohë zgjuar. Ajo e ka kthyer Gjumin në një qeveri më vete, sepse jeta e saj fillon kur të gjithë të tjerët kanë mbyllur syt. Klea nuk flet se është e lodhur. Klea flet sepse realiteti i ditës nuk ka vajvin e duhur për të përshtatur standardeve të saj. Vuajtjet e Benardit nuk u mbyllën me kaq mbrëm. Ai humbi dhe nominimin e tij të dytë. Çmimi i çiftit lumtur e rrëmbyen Aldi me Florin. Donë se zyrtarisht ata janë shok, ata rrinë shumë bashk, saqë Flori konsiderohet pjesë e Aldi Ema Prank. Tjente mbyllin çdo episod duke bërë dedikime prekse tek Ometra me 8, duke lënë pas një Benardi i cili vazhdon gatimin. Dhe i staf drejtues që nuk e kupton ende si Artemisa është akoma këtu. Keni edhe një çmim do Çfarë është kjo?
Si emisioni më fare. Ua, po shumë faleminderit, po s'kishim pse ne e dim, do të thyshim rregulla që të shpallesh me emisionin më fare. Kjo që ka sekreti më duket. Ne hajde mbyllim. Kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për sot dhe deri në episodin e radhës. Puçi. Andale!